kur e menduam me Delinën edhe me Oltën për të patur një takim së bashku, më shumë për të pirë një kafe, kryeministri me njerë sa po e mori vesh ta dua t'ju bashkohem edhe unë. Kështu që ideja jon ishte që të takoheshim së bashku të flisnim pak për punët e shtëpisë, punët e Tiranës edhe punët e Shqipërisë, me ju që keni ndërtuar Shqipërinë, me ju që jeni përkushtuar, keni sakrifikuar për këtë vend dhe ku sigurisht meritoni të gjithë respektin dhe meritoni mbi gjitha që nga pensionet tek shërbimit të jenë sa më shumë dinjitoze, për t'ju kthyer edhe ne mbrapsht atë që ju keni dhënë për këtë vend. Ndaj do donim që së bashku sot të flisnim hapur, edhe të diskutonim për ato çfarë kemi bërë, po sigurisht edhe për çfarë do të bëjmë më shumë për pensionistët, për të moshuarit në tërësi. Tirana si bashki ka rreth 160.000 pensionistë dhe ajo që ne kemi bërë fal qëndrueshmërisë dhe rritjes ekonomike është që arritëm që të mbanim një zotim për sa i përket rritjes së pensioneve, që tashmë ka filluar me buxhetin e këtij viti dhe do të shtrihet në rritje edhe në vitet e ardhshme. Ndaj për ne është shumë e rëndësishme që t'ju garantojmë ju pensione dinjitoze, ashtu sikurse dhe shërbime cilësore, shërbime të afërta, afër vendbanimit, qoftë sa i përket shëndetësisë, qoftë sa i përket shërbimeve sociale, për të moshuarit e vetmuar gjithashtu do bëjmë edhe më shumë sa i përket shërbimeve në familje. Nuk dua të zgjatem shumë në fjalën time hapse, sepse në këtë cikël komunikimi që ne kemi nisur për sa i përket punëve të Shqipërisë, për ato që ne po bëjmë, jo vetëm për sa i përket punëve të mëdha të infrastrukturës, të ndërtimit të gjithë shërbimeve, ajo që është për ne e rëndësishme është si ndikon ekonomia në jetën e përditshme. Dhe ju jeni ajo kategori për cilën ne jemi duke punuar fort që të keni pikërisht atë që duhet, nisur nga pensione dinjitoze deri tek shërbimet cilësore dhe të aksesueshme për të gjithë. Pa u zgjatur më shumë, dua që ta kaloj fjalën tek Ministrja e Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, dhe më pas tek kryeministri dhe tek ju për pyetjet, sugjerimet apo çdo gjë që ju mendoni që i vlen këtij momenti dhe asaj që ne duhet bëjmë më mirë. Faleminderit. Faleminderit Ogerta. Mirëmëngjes të gjithëve. Kryeministër, mirë se erdhe në njësi numër 2. Unë përveç se jam Ministre e Ekonomisë, sot këtu jam edhe si banore e njësisë numër 2, edhe si drejtuese politike e sapo bashkuar njësisë numër 2. Ndaj në të gjithë diskutimet që kemi filluar të kemi, një nga grupimet më të rëndësishme është grupimi i moshës së tretë, i gjyshërve, i gjysheve, dhe diskutimet me ta që në fakt janë shumë të kujdesshëm në përgjithësi për gjithë politikat, po sigurisht që janë shumë më të kujdesshëm për politikat që prekin të ardhurat e tyre. Që në kryet herës ne kemi dashur gjithmonë që të flasim për rritjen ekonomike dhe rritjen ekonomike ta konkretizojmë në rritjen e të ardhurave të gjithë individëve. E filluam në fillim me rritjen e pagave dhe sapo ndërmorëm masën, reformën e rritjes së pagave në administratën publike, e tham që reforma mbrapa do të jetë rritja e pensioneve dhe në fakt 2 vite fiks mbasi rritën pagat, ne vendosëm që do të rrisim të ardhurat e pensioneve, do të rrisim të ardhurat e pensioneve për kategori të ndryshme, sipas kontributeve dhe viteve të kontributeve. Ne që në fushatën gjatë vitit kaluar deklaruam se në vitin 2030 nuk do të ketë më pensione të plota nën
400.000 lek, nën 400 euro, pra pensione me vite të plota pune, dhe nuk do të ketë pension nën 200 euro. Dhe dal nga dal kemi projektuar një trajektore rritëse ku çdo vit do të ketë një bonus më të madh se sa vitin përpara, ose saktësisht 2 fishi bonusit të vitit përpara, derisa çdo pension të arrijë në këto targete. Pensionet që nga viti 2013 janë më shumë se sa dyfishuar. Ne morëm në vitin 2013 situatën që pensionet ishin 86 euro, ndërsa në vitin 2025 pensioni mesatar e kam fjalën, pensionet janë 189 euro. Pra, shihni që puna me pensionet është bërë, dal nga dal është mjaftueshëm, jo nuk është mjaftueshëm, dhe kjo është arsyeja pse duam që në këtë 4 vjeçar të vazhdojmë të punojmë për të dyfishuar. Po për më konkretisht, se çfarë kemi bërë për të gjitha kategoritë e pensioneve, do t'ja jap fjalën Oltës, e cila jo vetëm që është zëvendësministre që mbulon fushën e pensioneve, por është dhe deleguar politike në njësi numër 2 njësoj si unë, dhe është dhe banore njësi numër 2 bashkë me të gjithë juve këtu. Faleminderit edhe që më dhe fjalën për të sqaruar pak më shumë mbi reformën e pensioneve që po bëjmë, ashtu siç e sqaroi dhe ministrja. Ne kemi ndërmarrë një iniciativë për kompensimin e të ardhurave të pensionistëve. Të ardhurat e pensionistëve do rriten nëpërmjet politikës bonuseve, ndërkohë që baza e pensioneve do vijoj të rritet si çdo vit nëpërmjet indeksimit me indeksin e çmimeve të konsumit. Pra, ajo që parashikohet si rritje e pensioneve reflektohet çdo vit duke marrë parasysh se sa rriten çmimet. Bonusi është tjetër gjë, është një kompensim i të ardhurave në mënyrë që ju të keni mundësi që të bëni më shumë shpenzime. Si e kemi menduar, që të jetë sa më e drejtë, sepse gjithë ata që kanë kontribuar më shumë në skem, pra ata që kanë vite të plota, që kanë dalë në pension varësisht vitit ku kanë dalë, 35 vite, 36 vite, 37 apo deri në 40 vite, ata sigurisht ju takon të marrin më shumë sepse kanë kontribuar më shumë me punën e tyre kundrejt skemës. Ata do marrin çdo muaj 18.000 lek, vitin e parë, vitin e dytë do marrin 36.000 lek, pra 2 fishin, vitin e tretë do 3 fishohet, do 4 fishohet dhe do 5 fishohet deri në 2030. Pra, ka nisur me 18 në muaj, jo në vit, dhe e njëjta gjë do 2 fishohet, do 3 fishohet për vitet në vijim, është parashikuar e gjitha në buxhet. Për ata të cilët kanë një pension me vite të pjesshme, pra nuk kanë plotësuar 35, 36, 38 apo 40 vite në varësi të vitit ku ka dalë, ata do trajtohen me një bonus, të cilin e kemi quajtur bonus për pensionet e pjesshme, dhe për gjithë ata që e kanë pensionin nën 220.000 lek, do marrin rreth 8.000 lek në muaj, vitin e parë, 16 vitin e dytë, 18 vitin e tretë, e kështu me radhë. Tani pse është menduar që të marrin masa të ndryshme pensionistë të ndryshëm, sepse siç e tham në fillim, nuk është e drejtë që një pensionist që kanë kontribuar më shumë kundrejt skemës ta ketë pagesën e bonusit të barabartë me një pensionist i cili ka kontribuar me vite të pjesshme. Patjetër që nga ana sociale të dy vlen një lloj dhe të dy kanë të drejtën për ta marrë bonusin, por një diferencim i vogël duhet bërë dhe kjo bëhet më shumë edhe për ata të cilët janë sot në kushte pune, që të mos mendojnë që ne kur dalim pension do marrim gjithë një lloj, sepse qeveria do na japi gjithëve një lloj. Në fakt do marrin pak më shumë ata që kanë derdhur pak më shumë djers, dhe besoj se ky është një parim shumë i drejtë, që është jo vetëm skema shqiptare të pensioneve, por gjitha skemat në botë. Edhe kur bëhet lidhja e pensionit, pas pensionit bazë, i cili është i përcaktuar një masë fikse se sa do të jetë, për çdo vit pune merret 1% më shumë. Pra që tek lidhja e pensionit, masa kontributive është shumë e rëndësishme. Prandaj dhe shpërndarja e bonuseve është menduar në këtë lloj forme. Shumë pyetje bëhen edhe për bonusin e fundvitit, nëse bonusi i fundvitit do jepet apo jo. Në fakt bonusi i fundvitit është i parashikuar gjithmonë në buxhet dhe atë e marrin të gjithë pensionistët një lloj, sepse bonusi i fundvitit në fakt është një kompensim që jepet për festat, është një kompensim që duhet ta marrin gjithë një lloj. Pra nuk lidhet me vitet e kontributeve apo sa ka punuar gjithë secili në jetën e tij, por është një bonus, është një shpërblim, është një dhuratë që qeveria jep gjithmonë në fund vitit dhe që do vijoj ta japi. Unë nuk po e zgjas më shumë, po sigurisht nëse në fund do keni pyetje, patjetër që jemi shumë gatshëm që t'ju përgjigjemi gjitha.
Dhe doja kaloj fjalën kryeministrit. Okej, faleminderit. Do duhet mos të fokusohemi vetëm tek pensionet, pasi për çështjen e pensioneve besoj që tani më jemi në një fazë tjetër. Ne kemi pasur shumë problem faktin që nuk arrinim dot të rrisim pensionet, faktin që ndërkohë filluan të rriten pagat e filluan të vijen në vijë edhe investimet pas një periudhe shumë të vështirë kur na u desh të lanim shumë borxhe, përsëri kur vinte puna tek pensionet e kishim të pamundur dhe ndesheshim në mënyrë të vazhdueshme me këtë stres nga ana e pensionistëve që realisht e kanë më të vështirë se të tjerët. E vetmja gjë që kemi bërë për vite të tëra ka qenë indeksimi i pensioneve, por indeksimi i pensioneve nuk është rritje në kuptimin e vërtet fjalës. Dhe ajo që unë ju kam thënë dhe kam përsëritur në të gjitha rastet kur pyetesha ishte që e vërteta na pengonte të shkonim tek pensionet sepse ekonomia nuk ishte në gjendje të na mbështeste një plan real rritje. Më në fund, ashtu sikundër e kishim dëshiruar dhe ashtu sikundër kishim përqendruar gjitha forcat për t'ia dalë, erdhi momenti kur ekonomia na e krijoi këtë mundësi. Dhe për këtë arsye, duke filluar nga janari i këtij viti, juve merrni pensione më të larta. Dhe për këtë arsye, në çdo janar, pensioni do të rritet për gjithë muajt në vijim të çdo viti dhe janarin e ardhshëm rritja do të jetë 2 fishi i rritjes së këtij janari. Janarin e 2028-s rritja do të jetë 3 fishi i këtij janari, në 2029 4 fishi dhe në 2030 5 fishi. Për të arritur tek ajo shumë e cila na jep mundësinë që të realizojmë objektivat që kemi shpallur për ju dhe në ndërkohë mbi bazën e një plani të mbështetur financiarisht nga buxheti dhe planifikuar në buxhet, i cili nuk lëviz. Dhe thënë kjo, ne ndërkohë kemi diskutuar edhe për të tjera ndryshime që do të bëjmë në skemën e pensioneve për të thelluar reformën e pensioneve, duke filluar të krijojmë edhe një hapësirë tjetër për gjithë ata që do duan të kursejnë më shumë për të pasur një pension më të lartë në të ardhmen, ku shteti do të fusi kontributin e vetë. Po ashtu do të rishikojmë edhe skemën aktuale për pensionistët e vetëpunësuar dhe për ata që vazhdojnë të punojnë, pasi ka dhe aty hapësirë për të bërë disa gjustime, cilat përsëri shkojnë në favor të pensionistëve, në ndërkohë që kemi diskutuar edhe mbështetjen për invalidët, të cilët kanë të drejtë të kërkojnë që të trajtohen në mënyrë të barabartë. Për momentin kanë një diferencim. E vërteta është që sidoqoftë ai që për shkak të punës ka humbur aftësinë për punë nuk mund të lihet mbrapa atij që s'ka punuar asnjëherë për shkak të aftësive. Dhe do ta korrigjojmë dhe këtë, por thelbi i gjithë këtyre që po them është ekonomia. Është ndryshimi domethënës i ekonomisë tonë që na i jep këto mundësi. Se të gjitha këto janë gjëra të drejta. Lajmi i mirë sot është që i kemi këto mundësi.
lajmi i mirë sot është që kemi kaluar në një tjetër nivel, qoftë në aspektin e prodhimit të përgjithshëm, e kemi marrë vendin me 90 miliardë euro në total, dhe sot jemi në afro 27 miliardë. E kemi marrë vendin me të ardhura për frym nën 3.000 euro në vit, sot jemi mbi 11.000 euro. Dhe vetëm nga 2024 në 2025 të ardhurat për frym janë rritur me mbi 1.000 euro në vit. Që do thot jemi në kushtet kur edhe rritja ekonomike e qëndrueshme na ndihmon. Na ndihmon të adresojmë shumë çështje që duheshin adresuar, por s'mund të adresohesh. E kemi marrë vendin me 2 milione ca turist, ndërkohë që sot jemi tek 12 milion turist vizitor me pasaportat huaja. Ku hyn edhe ata shqiptarë që kanë pasaportat huaja, patjetër që vinë në Shqipëri për pushime, po kështu kalkulohen në të gjithë botën. Pasaportat e huaja, 12 milion. Dhe në atë kohë kemi pasur 300-400 milion euro investime mesatarisht të huaja, sot jemi mbi 1.5 miliardë. Dhe prap ka hapësirë për të bërë më shumë dhe prap kemi plane për të bërë më shumë. Por ajo që juve e dini shumë mirë dhe ju faktikisht politikën e dini më mirë se tjerët, edhe prandaj në shumicë dërmuese votoni që kjo qeveri të vazhdoj punën, se njihni më mirë politikën se tjerët. Dhe duke qenë se ju e ndiqni politikën aktivisht dhe e njihni politikën më mirë se 99% e deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë, unë dua të them diçka tjetër, që kemi pasur një rrugë të vështirë edhe për një arsye që siç e shihni është gjithmonë më e pranishme. Gjërat që ndodhin jashtë vullnetit tonë, gjërat që nuk i vendosim ne, po duhet i përballim. Që nga pandemia e tërmeti, tek lufta në Ukrainë dhe tani tek lufta në lindjen e mesme, që vjen këtu tek çmimi i naftës, i cili befasisht kërcen jashtë çdo lloj parashikimi, dhe që shpresojmë që ai armpushimi 15 ditor të çojë në një zgjidhje përfundimtare, përpara se sa ai çmimi i naftës, simptoma e parë, të shfaqet pastaj edhe tek çmimet e ushqimeve. Dhe nëse do shfaqet çmimet e ushqimeve, dhe do t'jetë diçka me cilën ne duhet përballemi, sigurisht që ne gjëja e parë që do mendojmë jeni ju, pensionistët, patjetër. Të tjerët vinë mbrapa. Ju jeni të parët dhe bashkë me ju edhe familjet sigurisht në nevojë që janë në mbështetjen në mbrojtjen ekonomike të qeverisë, për të cilat jemi duke përgatitur dhe një skem të re të bazuar tek një kartë e shpenzimeve të familjare në bazë të shportës, në mënyrë që ato lek që ata marrin nga taksat e shqiptarëve të shkojnë për familjen, për fëmijët e tyre, dhe asnjë lek të mos përfundojë në pijetore apo të mos shkojnë në bixhos. Dhe kjo është e rëndësishme. Por ndërkohë, duke bërë këtë, ato lek të cilat përmes kartës do të mund të shpenzohen me artikujt bazë në çdo lloj dyqani, në çdo lloj pike ku blihen ushqime,
të jenë të gjitha me TVSH, në mënyrë që ajo TVSH-ja që sot në shumë raste merret mënjan nga shitësi të shkoj prapë në buxhet dhe nga ai buxhet të kthehet tek ju, të kthehet tek ata dhe jo të merret dhe t'i fshihet shtetit nga shitësi. Në ndërkohë që sigurisht ne duam të vazhdojmë të rrisim dhe pagat. Sot pagat në Shqipëri po rriten në mënyrë të vazhdueshme edhe në sektorin privat. Sot në sektorin privat në Shqipëri nuk është më pyetja sa do t'jap rrogën, po ku do ta gjej personin e duhur që të më bëj këtë punë. Dhe sot Shqipëria është më të rejse edhe për investimet e huaja, siç e thash, është më të rejse edhe për zhvillime të cilat deri dje ishin të paraimagjinueshme. Dhe gjitha këto, edhe pagat e rritura prap shkojnë në favor të shtetit në disa drejtime dhe një nga ato drejtime është që kthehen përsëri në formën e pagesës sigurimeve shoqërore tek ju. Dua të shtoj edhe diçka tjetër, se ju intereson juve më shumë se sa këtyre që janë në për këto tenxheret e medjave, se jam i bindur që i keni parë edhe ju, u bllokua antarësimi, u bllokua integrimi, u ndalua përparimi, por kjo nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është që negociatat vazhdojnë sipas planit. Dhe në këtë fazë jemi në kushtet kur kemi hapur gjithë kapitujt e negociatave dhe tani jemi duke diskutuar me Komisionin Evropian, duke negociuar ato që quhen piketat e ndërmjetme, janë një sër piketash të ndërmjetme me cilat bie dakord me Komisionin Evropian, që për X gjëra afatet janë këto. Për X gjëra tjera janë këto. Për X gjëra tjera janë këto dhe këto qëndrojnë si një aneks në procesin e negociatave. Që do thotë që fundi i marsit dhe prilli ishin të planifikuara në kalendarin e punës tonë me Komisionin si momenti i diskutimit mes nesh dhe vendeve anëtare për piketat e ndërmjetme. Na ka ardhur sot ne në dorë fati i këtij vendi dhe nuk i ka buzëqeshur Shqipërisë kurrë më parë si sot fati. Sepse kur më parë si sot Shqipëria nuk i ka pasur të gjithë të mëdhenjt me vete. Ne kemi bërë tonën për të arritur këtu, por është dhe interesi i tyre që ne na marrin brenda. Dhe ne duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë moment. Shfrytëzimi i këtij momenti është detyrë historike e çdo shqiptari. Dhe patjetër është misioni i partisë tonë. Ne jemi pjesët një të forcë politike dhe nuk kemi pse ta fshejmë këtë gjë përkundrazi. Ju falenderoj shumë për durimin e madh që treguat, duke më dëgjuar dhe duke qenë se kemi ardhur, nëse keni pyetje, ndonjë shqetësim, ndonjë gjë për të thënë, mbujrum çat keni, me aq sa e kemi mundësinë do t'ju japim xhevap. Po nuk e patëm, do shkojmë të informohemi dhe t'ju çojmë fjalë. Përshëndetje, zoti kryeministër, quhem Arben Sauli, aktualisht oficer në lirim, paguar me pension parakosh. Desha të ngrej problem të jo personal, vetëm po të gjithë kategorisë së ushtarakëve që aktualisht janë pension parakoshëm. Ligji aktual na pengon punësimin realisht. Dhe jo vetëm punësimin, po dhe kontributin tonë. Eksaktësisht për këtë gjë, po fola kur thash që jemi në diskutim, po ja kaloj ministres të ta shpjegoj eksaktësisht se çfarë do bëjmë për këtë, se jemi të vetëdijshëm për këtë. Ja, një sekond. Atëre, siç është ligji aktualisht, juve po të vazhdoni të punoni dhe të riqni pensionin
paguani kontribute dhe nuk merrni asnjë lloj bonusi shtesë në llogaritjen e pensionit. Ndërkohë që me ndërhyrjet që do bëjmë këtë vit, që do hyjmë në fuqi nga 1 janar e vitit të ardhshëm, edhe të gjithë pensionistët që marrin një pension të parakohshëm, që vazhdojnë të punojnë, do derdhin kontribute, po ndërkohë do marrin bonus mbi kontributet. Pra pensioni, këto kontribute që do derdhin, do ju llogariten si pension shtesë në momentin që do e përfundojnë periudhën e punësimit. Pra, dhe do ta tërhiqni pensionin, dhe do merrni pagën, do të paguni kontribute, dhe pensioni kur ta përfundoni gjithë periudhën e punësimit, do ju dalë më i lartë se ai pensioni parakohshëm që jeni duke marrë. Kjo është ndërhyrja që ne do të bëjmë këtë vit. Me qëllim që gjithë ata që kanë fuqi të punojnë, gjithë ata që kanë kualifikim, se ne mezi presim personat e kualifikuar, të vazhdojnë të punojnë dhe të kenë dhe incentiv që të rritet pensionin në të ardhmen. Edhe se pengesa realisht është edhe ke punësimi, okej, sektori privat është, po normalisht është një pagë mesatare. Dhe aktualisht i bie që të punosh për 20.000 lek, 25.000 lek, të reja, plase, maksimumin muaj. E dyta është që në institucione tjera që dhe shtetërore, në shumë raste na quhen overqualified edhe nuk e di, ka vështirësi, realisht. Ne sidomos ju falenderojnë që ose keni menduar për kategorinë tonë, sepse është realisht problem. Faleminderit. Sidomos për profesione të veçanta, madje ne do të kemi një vëmendje të shtuar që profesionistët t'i mbajmë në punë dhe të mund edhe të japin kontribut akoma, edhe të mund t'i paguajmë akoma më shumë, sepse kemi disa profesione, nuk e di specifikisht rastin tuaj, po kemi disa profesione të cilat janë në zhdukje dhe kemi interes që edhe t'i paguajmë më shumë, edhe t'i mbajmë më shumë në punë, edhe në shtet, edhe në privat. Pa një kryeministër. Ky brezi që jemi, këtu jemi dëshmimtar okular të punës suaj. E vlerësojmë, themi se kemi rënë në dorë, tamam një dorë që mendon për ne. Unë kam kaluar 8 dekada. Por kemi disa probleme që ka mundësi të zgjidhen shumë thjesht. Kemi probleme strehimin e karamajve. U dha një sinjal që administrata do i mburësonte strehimin. E dim që gjërë më sot s'kemi dana, s'na ka dana një tjetër më i mirë se ju. E vlerësojmë gjithë kontributin tuaj dhe të urojmë që të mos mërzitesh në ajo se me ata që kemi përballë, s'ma merr mend se mund të na njëri që tu afrohet për të konkuruar. Ne tani do ta miratojmë programin e ri të kredive për punojësit e rinj të shtetit. Dhe ndërkohë po bëjmë një program tërësisht të ri për strehimin në tërësi, sepse ky është një problem i madh, është problem kudo, që të jemi të qartë, në gjithë botën, në gjithë Europën. 94% e banesave në Shqipëri janë pronë private, pra janë të njerëzve. Kështu që nuk e ka, vendet e tjera kanë shumë më të ulët, dhe aty ku prindrit nuk kanë pronën, rëndesa mbi fëmijët bëhet dhe më e madhe, se nuk blejnë dot një shtëpi, po dhe shtëpitë me qira që kanë prindrit nuk i mbajnë dot e tjerë tjerë. Ne këtu e kemi këtë problem dhe ajo kredia do ripërtrihet çdo vit. Vjet ishte viti i parë, e mësuam dhe ne nga mënyra si funksionoi. Mirë, ju falenderoj shumë, do shihemi prapë shpresoj, por juve do ta ndihmoni që të ecim bashkë përpara. Njësia 2 është bërë shumë e madhe, ka shumë probleme, etj, por me juve, dakord,